Territori i Qarkut Lezhë vazhdon të jetë i përfshirë nga rreshti shiu si dhe dëbor në lartësi mbi 700 metër nga salla operative policisë Kurbin dhe emergjencë civile të bashkisë raportohet se rreth orës 6 një familje ka kërkuar ndihmë se është rrethuar nga uji në afërsitë hidrovorit të Drojës, fusha Murras Adriatik. Me shërbim bashkiake është bërë evakuimi i kësaj familje, më shqetësuese për momentin është situata në fshatin Adriatik, njësi administrative Mamurras, ku disa familjarë kanë kërkuar të largohen nga banesat për shkak se niveli i ujit sa vjen e rritet për shëndetëqarjes së argjinaturës Selumi Droj. Këto quhet zona Adriatikut, ka 2 ditë që ka rreshje të shumta, hidrovort kanë punu, po nuk e kanë ulë, se çka ka ndodhur nuk e di, ka lënë ujti nga njëri krah në tjetrin krah dhe janë të lidhur 2 hidrovort dhe nuk ulet as 1 centim, vetëm shashtohet. Sa centimetra ujë ka? Unë të shtëpia kam 30 cm ujë, ka hi deri te stallat e derave. Ka dëmë? Po, unë për veti kam dëmtu më shumë në bashkë, në ushqim gjansh edhe në derat. Ne nuk dim gjan, kjo nuk ka bon vakina i herë. Thonë është hap një argjinatur, thonë ka hyrë batica, thonë andaj, thonë te, unë për veti s'kam pa gjan, vetëm që e di që ujtë e kemi gjithë në përshpia. Është shqetësuese? Po që nuk është shqetësuese që nëna të dalë me qizme, të dalë me varka, vetëm me qizme peshkatarsh. Udhojnë, i kanë nxjerrë gjithë makinat me karotrec i kanë nxjerrë sepse nuk bëhet. Nga bashkia ka ardhur kush? Po gjithë kanë ardhur sot edhe djela në këtej, po ne s'kemi pa gjë përmirësim, kjo është krejt kryesorja. Ne s'na hin punë jap një herë tjetër. Ne na hin punë me uli i ky ujë edhe shpëtojmë ne. Ka gjë. Do të ketë rreshje shiut, situata do të përkeçohet. Detyrimisht sepse këtu shtë ujë është millash nuk. Po kanalet janë pastruar. Gjatë verës kam pa të pastru, po nuk e kam pa matë sënin se ku pastrohen e ku se duhet një specialistat, janë specialistat, ne kuptojmë gjonat dhe tim, po ne kuptojmë sepse shi nuk ka ujti për rritet tani. Tani ka 3, 4 orë, 5 orë që nuk bjen shi dhe ujti për rritet prapë. Niveli ujit rritet. Po, kjo është krejt kryesorja, nuk dim se ç'a mund. Ndodhen të shimas. Nuk ishte ndodhur? Jo, kështu jo. Sa vite ka që s'ka ndodhur? Ka rreth 23 vjet që nuk ka hyp ujti kështu. Ky lloj forme? Ja. Problem mbeten banesat në afërsitë të rrugës Lezhë Mamurras në lagj numër 5 Sanxhak dhe fshati Gjorm, ku janë të rrethuar nga uji 5-6 banesa. Në këtë zonë një segment rrugë prej 200 deri në 300 metër është i mbulur nga uji dhe vështirësohet kalimi. Shumë shqetësuese është qarja argjinaturës Selumi Droj, bregun nga Durrësi, i cili sillet mbi ngarkesë në hidrovorit të Drojës dhe Shëllinza, si dhe rritjen e nivelit të ujit në tokat bujqësore në fshatrat Adriatikut, fushë Mamurrasit, si dhe fshatet e njësisë administrative Fushkuqe. Sot pritet ardha e mjeteve të forcave armatosur për të vazhduar punën për riparimin e aksit rrugor Gallat Vinjoll në njësinë administrative Milot nga salla operative policisë Mirdit dhe emergjencë civile të bashkisë Mirdit. Raportohet se gjatë natës si rezultat i rreshtë me intensitet të lartë, rrjedha lumit Fani Vogël ka vijuar gërryrën e toka bujqësore dhe dëmtuar 2 shtyllat e linjës elektrike në fshatin Kodë Rëshën, njësi administrative Rëshën. Për ndërhyrjen emergjente dhe devimin e rrjedhës së lumit kërkohet mbështetje me një eskavator me krah të gjatë dhe kamion të tonazhit të rënd, pasi bashkia Mirdit nuk disponon mjete të tilla. Do të vijojë puna për rehabilitim të rrugës në lagjen prej çaj fshati Simon Njësia Kaçinar, si dhe në fshatin Kodë Rëshën, do ndërhyet për sistemin e ujrave si profesore pranë planit të rreshitjes, ku rrezikohet një rrugë lagje.